Për vetë natyrën dhe karakterin e profesionit tim, vëzhgimi i realitetit është pjesë e rëndësishme, pra të monitorosh gjithçka që ndodh. Në fundit, jeta ndërtohet nga kontributet, nga kujtimet, nga shumë gjëra të cilat në një farë mënyrë ndikojnë për mirëqenien, për zhvillimin dhe shumë gjëra tjera. Çdo kush që vjen në këtë jetë, fillon të rritet, ndërgjegjësohet, krijon familje, ndërron gjithmonë për një të ardhmen më të bukur, për një të ardhmen më të mirë. Po e çuditshme. E çuditshme është sepse pavarësisht se kërkon që të ofrosh entuziazmi, gjendesh me pesimizmi. Jo më larg se para disa ditësh, dëgjova krye eurodiplomaten Kaja Kallas, e cila ju bëri thirrje qytetarëve. Pini, bëuni tap se kjo botë po shkon për lesh. E thot ajo. Kur e thot ajo, çfarë mund të bëjmë ne? A me të vërtet, kjo botë po shkon për lesh? Po kur shkon bota për lesh, ne në çfarë lesh jemi? Imagjino, Donald Trump, unë e pata gjithë entuziazmin. Në momentin kur deklaroi se familja ka vetëm nën dhe babë dhe dordokita fuqishëm, u gëzova. Po kur filloi pasaj thoshte, kjo copë është e imja, ajo copë është e imja, e kur tha pardje, Groenlandën do ta marrin me çfarë do lloj çmimi, se kemi frikë mos ta marrë Rusia apo Kina. E pse duhet quajtur që është tokë e Danimarkës, sepse para 100 vjetësh mbajtën disa nga këta danezët me një anije. Edhe amerikanët kanë shkuar. E çuditshme është që Amerika është e gjitha Europa brenda, në një formë apo në një mënyrë. Biles do të thënë OKB-ja, kur thotë OKB-ja aty është tek Amerika. Pra Trumpi do çdo gjë. Dhe kur erdhi momenti i dhurimit të çmimit ose më saktë Nobelit të paqes nga përfaqësuesja e opozitës së Venezuelës, e mori me një lloj entuziazmi, me një lloj lumturie të jashtëzakonshme, sikur e meritonte ai. Po tha, ky çmim më takon mua sepse unë kam ndaluar 8 luftra. E tani memet kanë kërcitur po bëjnë namin. Biles edhe Jezu Krishti po i kthen kryqin. Je ti njeriu që meriton më shumë se kushdo. Biles unë e kam thënë edhe në emisionin tim, edhe unë këtë titull mjeshtri i madh që kam marrë kur isha 50 vjeç, gati jam. T'ja dhuroj. Por ajo që më mbetet në mendje dhe është shumë e rëndësishme është realiteti ynë. E lëm botën. Po ne, shqiptarë, Shqipëria, apo shkojnë për lesh? Nuk dua që ta shikonin këndvështrimin e pesimizmit, por realiteti kështu është. Sepse nëse do ikim me psikologjinë që i forti ka gjithmonë të drejtë, dhe çfarë do i forti është e tij, mendoj se aty leshi bëhet kaçurel. Para disa ditësh një indier në Mamuras humbi jetën, vetëm sepse i forti i thoshte do kaloj unë. E ka mund të drejtën dhe përfundojnë çekiç. Përfundojnë çekiç dhe sot ai nuk është. Vërtet Tirana apo dhe Shqipëria ka shumë makina. Po trafiku nuk bëhet thjesht se janë makina. Trafiku bëhet nga të fortët. Ata janë ligji, ata nuk pyesin për policinë. Edhe nëse vën 500.000 lekë gjob, ata se kanë probleme, paguajnë. Futen si të duan. Parkojnë 2, 3, ata spakojnë makinë mbi makinë, sepse ata janë të fortët. Ata janë ligji, ata janë mbi shtetin. Kjo është politika e të fortëve. Dhe imagjino, bllokon rrugën, mbrapa ulërasin borrijet, i forti do ke pirë kafe, gjithë kënaqësi me zogun që ka marrë me vete, edhe ajo e lumturuar që i forti i saj, i dashuri i saj, shikoj, ka bërë Tiranën si trafikun edhe ai nuk pyet, është aty. Kalon policia apo nuk kalon, nuk ka rëndësi për atë. Dhe nëse ti merr guximin me kuraja, dhe ti thuash, "Ej zotri, më ke bllokuar rrugën", mos e bëj atë gabim. Duro. Duro është shumë i rëndësishëm durimi. Se po nuk durove, ndoshta nesër mund ta lexojnë emrin tënd në shtyllë. Ky është një realitet i hidhur dhe kjo më kujton filmin Syri, ku unë luaja personazhin e Kanes. Dhe Gim Bajko luante atë fukarajin, njeriu të cilin unë duhet i bleja syrin, një syr. Do më japësh syrin mua ti o brazer. Po pse? Unë e kam mirë, e kam syr. E ke ti po nuk e kam unë. E kupton, nuk ka të do syrit tjore, një sy plot e ke.
ku do shoq me atë sytë tyre. Kurse syri që do ta marrë unë ty, do ta vë këtu, si llamatin timen, do shikoj gjithë botën, ore. Unë do t'ja para drëng në dorë ty, o njësh, o figur, e merë vesha. Lërë syrin tënë të vështroj botën, ore. Jam kanja unë, dhe po thash që e dua syrin tënë, ka marrë fund. Biles po të them edhe një gjë, veç syrit do të marrë edhe grua. Është për të qeshur, është për të qarë, po e vërteta paka shumë kështu është. Prandaj, durim, gjithmonë durim, sepse kot nuk thonë, kush duron dhe u t'i rëndon. Nuk shkon, në? Nuk shkon, po të themi kështu atyre. Meqense Trumpi e ka si filozofi të vetën ta bëj Amerikën përsëri të madhe, unë them, mbase na merr dhe ne shqiptarëve, duke u ndjerë amerikan, dhe ne ndjehemi të fortë dhe marrim çfarë na do qefi. Ndryshe, durim.